aktivitetin e asoj partije. Ka ndalë KÇZ, nuk e ndakor se nuk e jo KÇZ-ja, nuk e nërë, KÇZ du të më bu një farani, du të më kry ligji. Pse nuk e kanë bu VV-ja një kërkes, ose me më një vendim qeveri, që mi janë ndërpër aktivitetin politik, asoj liste, përgjej so, kandidatët, ose deputetet asoj liste, jënë betu në kuvendin e Kosovës. Jo Shqip, po sërbisht. Ata kanë të drejtë njojt. Dhe beqen njojt. Qka ka të keq aty nëse votuat kandidati listës sërbska, që nesër fillon një gjyq kundër Stavko Simiqit. Nashti gjykata ka me denu, edhe i merret imuniteti, edhe jetë pokun e deputet, edhe pokun në kryetari kuvendit. Prandaj, shqiptarët, deputetet shqiptarë, duhet në paket me votu, edhe në kryetarin që është jo legjitime, e që du të më bo legjitime, edhe një kandidat i partisë më të modhe minoritore, e cila është në kuvendin e Kosovës, le të zgjedhen në paket 2 në kryetar të kuvendit, le të kompletuat konstituimi i kuvendit i cili nuk është i konstituar dhe unë e poshtë. Jo, nuk është i konstituar. Ku është i konstituar? Ku kam ledhe? Ku e në deputet? Te me datën 30 shtator, asë një deputet, asë një aktivitet, asë kryetari i kuvendit, asë deputetet nuk kanë të drejt me i në kuvendin e Kosovës. Lese ajo ka kesh përdur pozitën e vetë kryetari i kuvendit Djemal Boshë. Që ato zare këj ambasadora që shku me vizitu në syre? Po s'ka bet lidhje, 4. Nuk është i konstituar. Ajo ka me metë. Zoti Ahmeti Gjermana. Dhe ajo s'ka kesh përdur, edhe vetura gjërdore dhe krejt. Kuvendi Kosovës nuk është i konstituar. Kuvendi Kosovës dhe kryesia kuvendit Kosovës është e pezullume. Lista sërbe e te kaloj mandati për 3 propozimeve. Nuk e ka penguar ata lista sërbë kuvendin, mu themeluë, mu formu, po e ka penguin. Po, ta dëgjojmë pak zonë Lajdari, po, fajenderit shumë Zëshiri. Me një vendim që... Me mori malli të dëgjoj. Një vendim që erë për gjukatës kushtetuese u respektu, një vendim që erë për gjukatës kushtetuese u respektua nga partia që ka qenë pushtet. Do me thënë, asë njëherë nuk propozoj një emër mi 3 herë rotate. Cëla partia respektoj? Asë njëherë se ka... A dikush e ka respektu? Votimi edhe mos votimi deputetve ish opozitor. Ata respektu kur erdë rada të lista sërbe, propozoj 3 herë rada, emrin e Simiqit, në momentin që nuk i mori votat, e propozuan për herën e 4 duke shkelur vendimin e gjukatës kushtetuese. Pra ndaj aty o vendos se pastaj nuk shkuan me emra 3, u vendos që procedura e shortit që një regulorja a kuvendit. Pra ndaj është mirë të themi gjërat ashtu që shka ndodhur vërtet. Për të kësaj, pat tendencë mos me u respektu vendimi gjukatës kushtetuese. Nga kosh? Nga lista serbe, se propozoj emrin e Simiqit për 4 herë rada, kur është specifiku që duhet 3 herë. Fatime, sone për di që ku doni për këtu i të Facebook tonë kanë më këputu në ashojt njerëzit. Ne nuk i në ka jepim të drejt listës sërbska. Po ne në ka jepim të drejt. Jo, absolutisht. Le ta ofendojnë në regullë. Ne në ka flosim që ka duhet më ndonë në kuvendit Kosovës dhe që ka ndodhë dhe kush e ka bloku konstituimin e kuvendit Kosovës. Jo ta që deputetët nuk mund të obligohen për të votuar për zonjën Haxhiu, prandaj si konsenzus, si kompromis, zgjodhen emrin e Djemal Boshës. Kush ka kompromisi? Pajtohen plotësisht. Po s'ka pas aty kompromis. Pse votuan? Ka qenë votim. Vesmes me bloku procesin, hajde të votojnë. Po, vishte votuan. Se po ta din të PDK-ja, edhe ka që kanë votu Djemal Boshën, kur se kishin votuar? Votuan për zonjën Haxhiu, nuk votuan për zonjën Gjermana. Ti blokon, to ka bllokuar. Edhe insiston që duhet me pas vota për nënkretarin e listës serbe. Kanë frikë nga lëvizjeve me votue kandidatin e propozumin e listës